Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Alianca për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut do të dalë me kandidat më vete në listat për këshilltar. Vendimi është marrë pas më shumë se 3 orë të mbledhjes së kryesisë së Aleancës. ASHE-ja definitivisht sonte vendosi që në të gjitha komunat ku garojnë shqiptarët do të del me listat veçanta për këshilltar komunal. Jemi të hapur për bashkëpunim edhe me partitë tjera për kryetar komunash në kuptimin e fjalës për përkrahje të ndërsjellë. Dhe ASHE-ja prej fillimit të majit fillon me formimin e shtabeve dhe në komunikim me aktivin politik të Aleancës për shqiptarët në të gjitha detet. Megjithatë, kjo forcë politike mbetet e hapur për bashkëpunim për kandidatët për kryetar të komunave. Për kandidat për kryetar komunash jemi të hapur për biseduar dhe e shohim si ebe. Kryesia e Aleancës njoftoi se do të vijojnë të jenë pjesë e koalicionit qeverisës vlen me partitë e tjera shqiptare. Alianca për shqiptarët u mundua në këtë periudhë të imponon mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash në Vlen të jenë sondazhe dhe anketa. Fatkeqësisht kjo nuk u pranua prej nesh. Insistimi ishte që 4-5 veta të ulemi në Vlen dhe të vendosim se kush duhet të jetë kryetar komune, që për ne thjesht është e papranueshme sepse dalim humbës krejt, si Vlen dalim humbës. Qeveria e Maqedonisë së Veriut arrin të realizojë vetëm 10% të shpenzimeve kapitale për 3 muaj të ardhshëm, nga 47.2 miliardë denar të planifikuara në buxhetin e këtij viti për shpenzime kapitale deri në 8 prill. Ja realizuar 4.49 miliardë denar. Të dhënat janë konfirmuar nga Ministria e Financave, Gordana Dimitrieska Koçoska. Ajo shtoi se realizimi në këto nivele është për shkak të kushteve të vështira atmosferike. Janari dhe shkurti ka qenë shumë i ftohtë dhe siç e dini një numër i madh i shpenzimeve kapitale janë të lidhura me infrastrukturën. Presritje të realizimit në muajt e ardhshëm, tha Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut. Askush nuk mund t'i garantojë Maqedonisë së Veriut se nëse e ndryshon kushtetutën tani, nuk do të ketë më pengesa në rrugën europiane, tha komisionere europiane për zgjerimin Marta Kos në intervistë për Agjencinë Europiane të Lajmeve. E kuptojnë që ndryshimi i kushtetutës nuk është një pyetje e lehtë. Ne gjithashtu e kuptojmë se është shumë njerëzore dhe kuptueshme që vendi juaj dëshiron të ketë garanci pas gjithçkaje që ka kaluar. Nuk mund të ketë garanci, por ajo që pres nga të gjitha shtetet anëtare, kur ka çështje dypalëshe, është që diskutimet të zhvillohen me mirëbesim dhe me vizion për të arritur një kompromis, tha Marta Kos. Ajo shtoi se Komisioni Evropian mbetet i përkushtuar për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjes dhe personalisht do të niset për në Sofje për të takuar me të gjithë politikanët bullgar dhe më pas do të kontaktojë dhe me politikanët në Shkup. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbetet të angazhuar në luftën kundër korrupsionit. Në konferencën rajonale Integriteti Global në rrethim Inovacion kundër pushtetit të palishëm, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, i ngarkuar për politikat e qeverisjes së mirë, konfirmoi përkushtimin e qeverisë për luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e institucioneve demokratike. Arben Fetaj theksoi se korrupsioni përbën kërcënim serioz për zhvillimin demokratik dhe stabilitetin institucional, duke përmendur se vetëm 18% e masave të planifikuara antikorrupsion janë zbatuar gjatë vitit kaluar. Fetaj njoftoi rifillimin e dialogut të strukturuar ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile, përmes krijimit të Këshillit për bashkëpunim mes qeverisë dhe shoqërisë civile dhe përfshirjen e një përfaqësie të saj me të drejtë vote në trupin ndërinstitucional për koordinimin e luftës kundër korrupsionit. Avokati i popullit në Republikën e Maqedonisë së Veriut u bën thirrje institucioneve të plotësojnë boshllëkun ligjor të krijuar nga gjykatat duke shfuqizuar dispozitat e disa akteve ligjore dhe neligjore që kanë të bëjnë me punësimin e pakicave etnike jo shumicë. Ai kërkoi që ky boshllëk të plotësohet në një kohë sa më të shkurtër dhe me një ligj të përshtatshëm. Në një vlerësim të punës së bërë të vitit 2024, Naser Ziberi tha se pajisja me pasaporta ishte problemi më i madh për qytetarët e Maqedonisë së Veriut në gjysmën e parë të vitit 2024. Krahas asaj, qytetarët kanë bërë ankesa për shkelje të drejtave në marrëdhëniet e punës, si dhe në fushën e urbanistikës dhe ndërtimit dhe ndër të drejtat e konsumatorëve. Problemi më i theksuar ishte problemi i faturave të larta për energji elektrike të konsumuar. Rajoni. Kryeministri i Kosovës mblodhi kabinetin qeveritar dhe akuzoi sërish opozitën për bllokimin e punës së kuvendit. Konstituimi i kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Qeveria jonë, ky kabinet qeveritar, është në detyrë dhe efektivisht i dorëhequr që nga 23 marsi i këtij viti
kur edhe e kemi përmbushur mandatin e rregullt dhe të plot 4 vjeçar. Para anëtarëve të kabinetit, shefi i qeverisë sqaroi edhe një herë pozitën e tij dhe të ministrave në raport me ligjin për kushtetutën pas zgjedhjeve të fundit parlamentare. Krahas përmbushjes së mandatit të plot qeverisës, që na vë në një rol kujdestar deri në formimin e qeverisë së re, unë në emër të kabinetit qeveritar dje jam drejtuar Kuvendit Republikës sonë me një letër përmes së cilës e kam njoftuar për statusin e qeverisë sonë pas datës 23 mars 2025 dhe për dorëheqjen time nga posti ekzekutiv, veç se efektiv nga ajo datë dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Më shumë se kaq, nuk është e mundur të jepet dorëheqje. Akuzave të kryeministrit nuk i shpëtuan as edhe mediat. Shefi i qeverisë pretendon për zhvendosjen e bizneseve të atyre që ai quhen oligark drejt Serbisë. I siguroj qytetarët se për të zhurmës opozitare dhe disa mediave të ish regjimit dhe të oligarkëve që madje kanë shkuar aq lart sa që i kanë regjistruar biznesin në Serbi, Republika e Kosovës atë po ecën përpara në ekonomi e në demokraci, në rend, me ligj e me siguri e paqe për gjithë. Ministri i Detyrë i Financave të Kosovës Ekuran Murati komentoi situatën e krijuar pas dështimit të seancës për konstituimin e kuvendit. Ai tha se një situatë e tillë nuk ka ndodhur më herët, teksa nuk munguan dhe akuzat ndaj opozitës. Tashmë jemi në territor të pashkelur, sepse siç u tha, një gjë e tillë nuk ka ndodhur më herët. Pra çka nën kupton kur deputetët, kuvendi votojnë kundër mandateve të tyre. Ai bie kjo që ka dështu konstituimi i kuvendit dhe nuk mund vazhdohet tutje, pra duhet kemi një proces të ri zgjedhor. Ai bjen kjo që deputetët që kanë votuar kundër tash duhet të tërhiqen dhe ta lirojnë vendin për kolegët e tyre brenda subjekteve, apo është ndonjë zgjidhje tjetër, pra kjo mbetet të shihet në vijim. Murati kishte një koment edhe për votimin e deputetëve të komuniteteve jo shumicë. Votimi i djeshëm, siç e thash, nuk përbën apo nuk paraqet votim për qeveri, apo vot apo mbështetje ndaj qeverisë. Votimi i djeshëm ka qenë një votim i procedurës formale ku zakonisht të gjithë deputetët e kanë mbështetur. Po historiku e tregon që zakonisht pa dallim të gjitha subjektet parlamentare, gjitha grupet parlamentare, gjithë deputetët e kanë votuar sepse është çështje procedurale teknike ku deputeti deklarohet apo e pranon mandatin që ja ka dhënë populli. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, para strukturave vendimarrëse të partisë propozoi akademi kujtim shalën për kryetarët e kuvendit të Kosovës, si dhe Hykmete Bajramin për shefet e grupit parlamentar të LDK-s. Propozimi është mbështetur nga grupi parlamentar dhe kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të dy pozita do të caktohen nga grupi i shkruar mes së tjera është Lumir Abdigjiku në rrjetet sociale. Një ditë më parë dështoi seanca konstituive e kuvendit pasi deputetët e zgjedhur të LDK-s dhe PDK-s, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Listës Serbe dhe disa pakicave të tjera jo serbe, votuan kundër miratimit të raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve, me arsyetimin se paraprakisht kabineti qeveritar duhet të ofrojë dorëheqje formale. Kryesuesi i seancës, Avni Dehari, tha se drejtohet presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për hapat që do të ndërmerren në të ardhmen. Bullgaria pritet të bashkangjitet aleancës ushtarake ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës në intervistë për TRT Ballkan, ku ishte i pranishëm në kuadër të forumit diplomatik në Antalya të Turqisë, deklaroi se kanë marrë një konfirmim nga Bullgaria, e cila më herët ka zhvilluar diskutime me ministrin kroat për mundësinë e bashkimit në këtë marrëveshje tripalçe. Eyüp Maqedonsi beson se dhe vendet të tjera të rajonit, veçanërisht ato që ndajnë vlera dhe interesa të përbashkëta, do t'i bashkohen kësaj nisme. Maqedonsi konfirmoi se qëllimi i kësaj marrëveshje është ruajtja e paqes, stabilitetit dhe sigurisë. Zyra e rregullatorit për energji në Kosovë miraton rritjen e çmimit të energjisë elektrike me rreth 16.1%. Me 5 vota pro dhe asnjë kundër miratuan tarifat e reja. Kryesuesi i bordit të Zyrës së rregullatorit të energjisë, Ymer Fezullau, tha se nga 1 maj i këtij viti të gjitha kategoritë e konsumatorëve do të paguajnë energjinë elektrike me një rritje prej 16.1%. Bordi miratoi dhe tarifat për shfrytëzimin e rrjetit të transmetimit të tregut, të cilat përcaktojnë kosto për transmetimin e energjisë elektrike, dhe tarifat për shfrytëzimin e rrjetit të shpërndarjes, që lidhen me shpenzimet për shpërndarjen e energjisë nga rrjeti i operatorit të shpërndarjes deri te konsumatori fundor. Atëherë konstatoj që me 5 vota për aprovuan tarifat me pakicë për konsumatorët me shërbim universal, siç janë përcaktuar kriteret në legjislacionin primar. Gjithë konsumatorët që kanë
të drejtë më furnizu me tarifa me shërbim universal janë konsumatorët shtëpiak ose më pak se 10 milion dhe më pak se 50 punëtor. Pra janë këto dy kategori që kanë të drejtë të furnizohen përmes furnizuesit me obligim shërbimit universal KESCO. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Gjykata e posaçme dënoi me 3 vite burgim ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka. Ai dhe 6 të pandehur të tjerë të dosjes për inceneratorët u shpallën fajtor, ndërsa për të 7-in u shpall pafajësia. Për 4 nga të pandehurit e çështjes, masat u shuan pasi dënimi konsiderohet i vuajtur. Për 2 nga të akuzuarat femra, dënimi u kthye në shërbim prove dhe punë në komunitet publik. Gjithashtu zyrtarët, mes të cilëve dhe drejtori i Bashkisë së Tiranës, Taulan Tushe, do të qëndrojnë për 5 vite jashtë funksioneve publike. Në përfundim, duke përllogaritur kohën e paraburgimit dhe çështjes së arrestit, gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsionit vendosi shuarin e masave së sigurisë për këtë dosje. Koka do të qëndrojë dhe për 5 vite larg çdo funksioni publik. Fillon votimi i shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë vendit. Përmes rrjeteve sociale, kryekomisioneri Ilirian Celibashi bëri të ditur se zgjedhësi i parë me vendbanim në Erlangen në Gjermani është votues në qarkun e Dibrës. Sipas shifrave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë dorëzuar rreth 71.000 zarfe. KQZ njoftoi se deri më tani janë dërguar fletët e votimit për bashkëdetarët nga qarqet Durrës, Berat, Dibër dhe Kukës që jetojnë në Itali, Greqi, Gjermani, Francë, Britani e Madhe dhe SBA. Votuesit në diaspor kanë kohë ta plotësojnë dhe ta dërgojnë fletën e votimit me postë deri në javën e parë të muajit maj. Çdo votë që mbërrin në Shqipëri pas datës 11 maj do të konsiderohet e pavlefshme. Rruga që lidh Shëngjinin me Velipojën është gati për sezonin veror. Kryeministri Edi Rama shpërndau pamje nga rruga e re. Projekti pritet të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen në këtë zonë turistike dhe të nxjisë zhvillimin ekonomik të saj. Ai është pjesë e programit të qeverisë për modernizimin e infrastrukturës rrugore dhe planit për rritjen e potencialit turistik të Shqipërisë me një investim me vlerë prej 3.8 miliard lekë në një gjatësi prej 15 kilometra. Studimi i fizibilitetit për kurudhën Durrës-Prishtinë ishte kryefjala e takimit të mbajtur në Fier, infrastruktura, arritje dhe sfidat për Shqipërinë 2030, ku ishte i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama. Me këtë rast, zëvendës kryeministria Belinda Balluku u ndal në rëndësinë e lidhjes me korridorin 8 dhe korridorin 10 dhe lidhjet e tyre me rrjetin e kurudor. Ne vazhdojmë që të ndërtojmë rrugë të reja, duke arritur që tashmë të kemi rreth 1000 kilometra rrugë të ndërtuara në këtë 12 vjeçar ose të rehabilituara. Sot kemi 40 kantiere të hapura në gjithë vendin, kantiere të cilat nuk kanë të bëjnë as me rrugë të thjeshta dhe as me rehabilitime. Kantiere që kanë të bëjnë me ndërtimin e korridoreve të reja. Pasi në infrastrukturën rrugore, ashtu siç e thash, sipas Ballukut, hekurudha Durrës-Prishtinë e kthen kombi shqiptar në pol magnetizimi për ekonominë. Korridori 8 është shumë i rëndësishëm për rajonin e Ballkanit dhe ka si qëllim ndërlidhjen midis Italisë, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Kemi bërë një transformim radikal, duke e matur punën tonë jo thjesht nga ana sesiore, por tashmë nga ajo cilësore, duke ndërtuar akse rrugore me parametra dhe kritere europiane për të qenë të gatshëm dhe për të qenë pjesë të korridoreve që tashmë ne kemi fituar këtë legjitimitet edhe në Bashkimin Evropian, duke qenë se në vendin tonë ndërtohen 2 nga korridoret më të rëndësishme, korridori 8 dhe korridori blu. 1.3 trilion euro transaksioni janë kthyer në monedën europiane vetëm në 3 muajt e parë të vitit në Shqipëri. Të dhënat e Bankës Qendrore të Shqipërisë konfirmojnë se kjo vlerë rezulton se është rreth 20% më lartë se ajo realizuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë që në total në periudhën janar-mars janë kryer rreth 81.000 transaksione. Nga të dhënat e Bankës Qendrore konfirmohet se marsi ka pasur nivelin më të lartë të transaksioneve në numër dhe në vlerë, çka lidhet dhe me numrin e lartë të turistëve që kanë ardhur në Shqipëri gjatë pranverës. Bota. Brukseli paralajmëron Beogradin se mund të ndalojë anëtarësimin e Serbisë nëse presidenti merr pjesë në paradën e fitores më 9 maj në Moskë. Aleksandar Vučić ka marrë mbështetjen e Kremlinit në mes të protestave masive kundër qeverisë së tij gjatë muajve të fundit. Me herët ai ka deklaruar se ka folur me Putinin dhe ka planifikuar të shkojë në paradë. Edhe kryeministri slovak Robert Fico konfirmoi se do të marrë pjesë në paradën në Moskë. Zyra e kryeministrit hungarez Viktor Orban, i cili ka kundërshtuar vazhdimisht Bashkimin Evropian për mbështetjen ndaj Ukrainës, deri më sot ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë. Në të do të mungojnë dhe presidenti turk dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump.
Shtëpia e Bardh ka njoftuar se Kina tani po përballet me një tarif deri në 245% mbi importet në shërbas si rezultati i veprimeve të saj akmarrëse, një tjetër përshkallëzim në një luftë tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Tarifa e mundshme është më e lartë se sa u deklarua më parë dhe u referua në një flet faktesh të publikuara nga Shtëpia e Bardh të martën vonë. Ajo shoqëroi një urdhër ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump që nisi një hetim mbi rreziqet e sigurisë kombëtare të paraqitura nga mbështetja shërbas në mineralet kritike të përpunuara, të importuara dhe produktet e tyre derivate. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Lin Yian, u pyet për normën prej 245% në një konferencë për shtyp të mërkurën. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.